Pas seancës në Kuvendin e Kosovës, deputeti i nismës social-demokrate Fatmir Limaj është pyetur nga gazetarët për mungesën e komunikimit me kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Gjatë zhvillimit të seancës, Limaj tha se megjithëse nuk u pan duke folur në sallën e Kuvendit, ai dhe Haradinaj ka komunikuar jashtë saj. Ja, po kemi fol në bufe, u përgjigj shkurt Limaj duke shtuar se nuk ka asgjë për t'u pajtuar mes tyre. S'kemi pse, çka kemi pas, tha ai kur u pyet nëse është arritur ndonjë pajtim mes tij dhe Haradinajt. Deklaratat e Limajt vijnë pas kritikave të ashpra nga kreu i AK-s, Ramush Haradinaj, i cili pas zgjedhjeve të nënshkurtit u shpreh i zgënjur me qëndrimin e nismës. Haradinaj tha se vendimi i nismës për të mbështetur pushtetin përbën një ndarje të turpshme nga Aleanca, duke lënë të kuptohet se veprimi i saj Karshi Kurtit ka dëmtuar përpjekjet për krijimin e një shumice të re opozitare në Kuvendin e Kosovës. Sipas Haradinajt, mungesa e bashkëpunimit dhe komunikimit me Fatmir Limajn e ka bërë të vështirë koordinimin mes partive opozitare, duke dobësuar pozicionin e tyre përballë qeverisë. Këto deklarata i bëri pas regjistrimit për seancën e Kuvendit të datës 15 prill. S'kam komunikim nga intervista e fundit e famshme e zotit Limaj. Ka qenë shumë e vështirë pra krijimi i shumicës nga opozita vetveteu. Pozicionimi i tij hershëm e ka bërë edhe më të vështirë, ka qenë i parakohshëm. Edhe nëse nisma dhe Limaj mbështeshin pushtetin, kuptohet që ata ndahen nga ne, po është një ndarje mjaft e turpshme për shkak se kemi kërkuar votë për ndryshim. Edhe sjellja e tyre, veprimi i tyre është mjaft i turpshëm. A vjeni trashëguar? Pasur kontakt? Ju lutem ne në praktik, pra asnjëherë s'kemi penguar konstimin e Kuvendit, edhe këtë nuk e bojmë ndarash nga opozita, pra ky është princip, ju sikur se e dini, janë votuar edhe nën kryetarët e komuniteteve të gjithë, asnjëherë s'ka pas pengesa. Edhe nuk besoj që do të pozicionohem kundër konstimit të Kuvendit. Nuk e dim cili do të jetë emri, kush do të jetë. Ju tregova se është një ndarje e turpshme për shkak se kemi shkuar në gjithë vendin, kemi kërkuar votë për ndryshim. Edhe me u sjell në mënyrë të tillë, besoni nuk është në rregull. A keni kushte qoftë për opozitën, qoftë edhe për vendosjen e bashkëpunimit, apo për partitë opozitare? Vendosjen e kemi vetëm një kërkesë, ata me dalë në opozitë, për opozitën asnjë kusht. Çfarë janë bisedimet me partitë e tjera opozitare? A mendoni që mundi me I bë 60 vota në rast se të shton vetëm? Po tani nëse ndahet Limaj është më vështirë. Po ne do të vazhdojmë për shkak se edhe me votat e nismës ende nuk ka një shumicë të vendosur, do të vazhdojmë pra krijimin e shumicës. A e votoni kryetarin e Kuvendit edhe nëse LDK-ja dhe PDK-ja nuk e bëjnë një gjë të tillë? Ja, nuk ndahemi nga opozita asnjëherë. Pra do të jemi bashkë me opozitën, në parim, pra asnjëherë s'kem qenë kundër konstitimit të Kuvendit, mendoj që është interes edhe i opozitës, por gjithsesi do të votojmë bashkërisht.